Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Biqapit, uroj të jeni mirë. Të bëjmë leximin e radhës për ju dhe kësaj radhe do t'i hapim një çik më ndryshe letra të dashur. Ne marrim nga dy. Çfarë po ndodh? Biqapi, çfarë po ndodh? Është dy të shpatës. Qa barre mbi kokë, qa shqetësimesh mbi kokë. E di si mendojnë ndonjëherë Biqapër, sikur edhe po s'patë të asnjë gjë do të meni diku që ta fusin në zemër. Duhet të shqetësohem për diçka. Dhe kjo po ju vën në një pozicion shumë të vështirë. Sido që të jenë gjërat sido që të jenë gjërat pak është dhe nga tresa e juaj. Ta them këtu. Këtu është pak dhe faji i juaj. Tani, sado që të jetë, është dhe ai faji i juaj. Dy të shpatës është një pavendosmëri, një ta them, dhe mosbesim, dhe frikë si do bëhet, të them kështu, të bëj kështu, nuk e di, dhe kjo ju bën vërtet njeriu i varur, të varur për një këmbë që është në një pozicion jo fort të lakmueshëm, që në fakt e bëni paksa veten. Nga që këtu po i shikoj si tip rezultati dhe shikoni tani, t'ju tregoj. Mbreti, m'falni, edhe pse është fëmër e kanë shkruajtur, është për ta ndryshuar pak, është mbreti i shkopive. E ardhme e ndritur dhe ndryshimet të bukura plot begati po vinë në jetën e juaj. Duhet të largoheni nga çdo gjë që ju shtaron emocionalisht. Të arratiseni të braktisni çfarëdo që është që po ju mban në këtë pozicion. Nëse e mbani veten kështu, e tërhiqni këtë energji, jeni në një ta them, në një gjë kogja të bukur, ju jeni duke kthyer, ta them të keqen, duke mos besuar që do ja dilni, duke mos besuar në veten, në situatën që gjërat mund të marrin, apo kanë marrë, tani kanë marrë një kahje komplet ndryshe, por ju akoma nuk po besoni. Akoma keni më dyshit e juaja. Jeni në një kafaz, shikoni, kafazi është i hapur. Është kjo një vetë sakrificë, është një duke shkaktuar veti ta them vuajtje të panevojshme vetes së juaj. Është kjo. Tani pak po ju qortoj të dashur Biqapër. Të gjithë kemi përpeci në jetë, por që jeni duke u kapur për ca gjëra që vërtet nuk ja vlejnë. Absolutisht nuk ja vlejnë. Tani, kur them shqetësimet po, që mund të jenë aty, por që kjo është jeni duke e mbyllur dhe atë të mirë në atë kafazin me ju bashkë. Gjëra që kanë ndodhur të mira sikur po janë anashkaloni të gjithat, dhe sikur duke dashur për të mos besuar që do ndodhin të mira. Prit, dhe pse ka ndodhur këto, akoma s'ka ndodhur ashtu siç dua unë, dhe tani nga gjitha këto që kanë ndodhur, nuk dua të besoj, derisa të ndodhin. Dhe kjo është ajo ligji i tërheqjes që futet në fuqi. Jemi duke tërhequr vetë negativitetin. Po qëndroni në një kafaz duke qenë dera e hapur, nuk po fluturoni. 5 të monedës është, nuk jeni duke i parë, shikoni, janë dritat aty, është shtëpia aty, ju në të ftohtë në këtë kafazin që flokët e ju janë bërrënjë dhe po kapen fort për toke, nuk dua ta lëshoj të keqen, nuk dua të besoj në të mirë, në atë kuptim tani, asnjë se bën me vetë dëshirë, por që atë që e keni normalizuar atë negativitetin, sa që për ju është bërë vështirë të besoni të mirën. Po dëshproheni aq shumë dhe aq shpejt
për një gjë të vogël që mund të dalë sigur duke ecur për t'ju zënë këmba aty. Ta them, ta shpjegoj kështu. Do thot, gjërat janë duke ecur mirë, çfarëdo lloj pengese që mund të dalë në rrugë. Të mundohemi të largojmë. Është kjo, po që do të dalë, se e shumta, apo më e madhja, është e mira. Nuk duhet që të qëndroj kështu dhe e varur, e bllokuar dhe të mos lëviz nga vendi, duke i patur mundësitë. Kjo është ajo çfarë po mendoj, të dashur biqapër, dhe është në dorën e juaj. Është në dorën e juaj, nga që energjia, të dashur, dhe këtë ta keni të qartë. Atë çfarë mendojmë, atë dhe realizojmë. Nëse besojmë në të mirën, atë dhe ushqejmë, atë dhe thithim apo tërheqim. Nëse besojmë në të keqen, atë dhe ushqejmë, ajo dhe rritet. Do thot, arrim deri këtu, sa të qëndrojmë dhe të vazhdojmë të mos besojmë. Çdo gjë është bukur dhe mirë, sado që mund të ketë pengesa tani këtu. Do bëhet ashtu siç keni planifikuar. Por prap duke mos besuar. Ju jeni duke pretenduar, jeni duke e besuar me një farë mirë jam, po që ja doli kjo dhe tani nuk do bëhet asgjë. Ja kështu e shkoj. Ja, s'ka lidhje që u bën këtë. Kjo është më parandalon. Dhe kjo duhet ndryshuar tek ju. Jeni në, ta them, në det të hapur dhe atje diku është një pengesë dhe duke menduar atë pengesën, po e bëni notin me frikë, ta them unë shumë. Qika, jo, aty është pengesa, nuk doja dal dot, nuk doja dal dot, nuk doja dal dot. Dhe ashtu dhe ndodh. Prandaj, forca dhe kuraja, të besojmë më shumë në ajo çfarë po ndodh dhe çfarë keni arritur deri sot, që nuk është gjë e vogël, është kogja e madhe. Prandaj, largoni apo mos ushqeni këtë keqe.